Si lindi Mario Luxury Menswear edhe kërkesën e cilit klient kënaqni juve, cilin segment të tregut mbuloni? Mario Luxury Menswear lindi nga pasioni im për stilin dhe elegancën. Neve mbulojmë sektorin e burrave, që kemi sjell elegancën italiane. Pas çdo njeriu që guxon të nis herët karrierën e tij, është një dorë e padukshme, një forcë që e shtyn drejt ëndrrës edhe i thot: "Ki besim, ti do t'ja dalësh, ti vlen." Zëri kujt ka qenë ai që të tingëllon ende si johon në vesh, në kokë? Zëri në nënës time do ta cilësoja. Ajo më ka shtyar drejt kësaj rruge, pavarësisht se unë kisha goxha pasion, talent të lindur, kur unë kisha pak dhe pjesën e paragjykimeve të njerëzve, që një mashkull, make-up artist, parukier. Më trego pak sa orë punoj në ditë kur ishe 15 vjeç? Kam punuar gati 16-17 orë në ditë. Sa nuse ke arritur të bësh në një ditë, Mario? 25 nuse në ditë. Në një moment të jetës tënde, atëre kur të gjitha lulet po lulëzonin, biznesi po ecte mirë, kishe gjetur dashurinë e jetës, ndodh që nëna shtylla e jetës tënde sëmuret. Diagnoza është tumor. Ajo ka qenë një nga ditët e mia më të vështira. Gabimi më i madh që mund të bëjë një nuse kur zgjedh lukun e dasmës sipas përvojës tënde, cili do të ishte? Mendoj që referohen shumë tek një nuse tjetër, marrin një foto të shkarkuar dhe mendojnë të bëhem si kjo. Mirë po, tiparet janë të ndryshme. Kur një nuse ulet në ditën e saj të dasmës në poltronën e Marios, çfarë sheh si fillim? Si fillim shoh portretin e vajzës e cila ka rezervuar tek ne. Nëse një nuse të pyet pse duhet të zgjedh Marion, për te çmimit dhe paketës që mund të jetë konkurruese, çfarë do t'i thojë ti? Mendoj që nuse duhet zgjedhin sallonin ton për disa arsye. Sepse unë bëj një paketë të plot. Jam shumë e kënaqur që pata një djalë i cili 15 vjeç, atëherë kur njerëzit se kanë dashur të mirë orientimin, ti e di edhe ishe i qartë për rrugën tënde dhe ja dole. Faleminderit Alketa, ishte kënaqësi për mua të jem në podcastin tënd. Sot jam shumë e kënaqur që do kem në këtë podcast një djalë i cili është një emër shumë i njohur në qytetin e Elbasanit dhe që ka ambicje dhe dëshirë që të jetë një emër më i njohur për të gjithë Shqipërinë, për të gjithë Kosovën dhe diasporën, me ambicje të mëdha që shkojnë përtej kufive. Edhe gjithmonë ëndrat janë të bukura kur ato të trembin pak, kur janë shumë të mëdha. Shumë mirë që ndëron dhe sa bukur që ti sot do fitosh një bast me veten dhe unë ndjej. Dhe ky bast është që të komunikosh njerë me një publik të madh, është intervista e parë e rëndësishme që ti jep dhe faleminderit shumë që ma ke besuar mua. Unë jam shumë e lumtur që të rrëfej sot historinë e një djali i cili 15 vjeç kur djemt janë në fakt konfuz edhe pa busull, pa orientuar se çfarë do bëjnë me jetën e tyre, ti e kishe shumë të qartë. E kishe të qartë në një botë që i paragjykon djemt që merren me profesionin e parukerisë dhe i kushtojnë jetën e tyre vajzave për t'i bërë ato që të ndihen më të bukura. Faleminderit shumë që ke ardhur në Inspire. Faleminderit shumë Alketa. Parukierët janë më të mirë djem apo vajza, si mendon ti Mario? Sepse shoh që shumë parukierë të spikatur në botë janë djem, janë burra. Është vërtet. Si shefat e kuzhinës gjithashtu. Është vërtet që ne burrat i shohim me një sy të ndjeshëm estetik. Edhe i egzaltoni bukurinë, ëh? Patjetër, duke nxjerrë më të mirën në pam. Shiko, pas çdo njeriu që guxon të nis herët karrierën e tij, është një dorë e padukshme, një forcë që e shtyn drejt ëndrrës edhe i thot: "Ki besim, ti do t'ja dalësh, ti vlen." Zëri kujt ka qenë ai që të tingëllon ende si johon në vesh, në kokë? Zëri në nënës time do ta cilësoja. Ajo më ka shtyar drejt kësaj rruge, pavarësisht se unë kisha pasion, talent të lindur, por ajo më dha shtysën dhe më ka regjistruar në kurs në atë kohë. Çfarë fëmijë ke qenë ti Mario? Ke qenë vëzhgues i tërhequr pas të bukurës, pas detajeve, ma përshkruaj pak fëmirin tënde. Unë kam qenë një fëmijë i tërhequr pas së bukurës. Ka pëlqyer gjithmonë të vishe me stil, të mbaj veten normalisht, të kem një stil pak më të veçantë. Ke veshur shumë bukur dhe sot. Faleminderit. Dhe gjithmonë dhe zyshat e mia më thonin ke diçka ndryshe nga fëmijët e tjerë. Duke parë stilin tim, mënyra e prerjes së flokut, kisha një stil pak më ndryshe se fëmijët e tjerë. Si lindi Mario Luxury Menswear edhe kërkesën e cilit klient kënaqni juve, cilin segment të tregut mbuloni? Mario Luxury Menswear lindi nga pasioni im për stilin dhe elegancën. Neve mbulojmë sektorin e burrave,
fejesave, dasmave, gjithashtu dhe të zyrave. Kemi sjellë në Shqipëri elegancën italiane, kostumet janë made in Italy. Sa mirë, domethënë ata bëjnë made in Albania këtu për Italinë, ndërsa ne prodhojmë kostume për publikun shqiptar dhe jo vetëm. Janë të kënaqur djemt apo ende s'keni filluar të shisni? Kemi filluar me shitjet online për momentin. Dyqani së shpejti hapet showroom-i i Mirim. Dyqani fizik është pranë sallonit të bukurisë apo jo? Pranë sallon Marrjes, po. Sa mirë, kështu që e ke bërë të lidhur. Patjetër. Përfundon zinxhir çdo shërbim, flokët, make-upi, mbaron punusja, filloni me dhëndrin. Filloj me dhëndrin. Besoj që duhesh diçka e tillë ti dedikohesh vetëm dhëndrit në ditën e tyre më të bukur. Në çdo histori suksesi është gjithmonë dikush që sheh i pari potencialin atij njeriu të talentuar. Ti më the pak më parë që nëna ishte personi i parë, mami. Të kujtohet në një dialog, në një copës bisede nga fillesat e tua? Kur ishe i pasigurt, në mëdyshje, doje po s'mundeshe, kishit ju mundësi atëherë që ta nisje ti një sipërmarrje të vogël? Po, nëna ime më ka shtyr drejt kësaj rruge. Ajo e ka parë talentin tim. Unë po kërkoja një rrugë, normalisht po kërkoja edhe një mbështetje, të cilën përveç familjes nuk kishte kush ma jepte tjetër. Ato përpoqen të më realizonin mua dëshirën time, ëndrrën time të madhe, për të bërë një sallon sado të vogël që unë të ushtroja profesionin tim. Familjet shqiptare të gjitha vinë nga një realitet financash të barabarta. Ne shqiptarët kemi jetuar një demokraci të re, shumë të re. Edhe familjet shqiptare të gjitha me probleme ekonomike, s'kishim trashëgimi të mëdha nga gjyshrit, qypa me florin shumë pak mund të kenë pasur këtu në Shqipëri, kështu që imagjinoj që dhe për prindrit e tu ketë qenë shumë i vështirë fillimi. E vërtet Alketa, dhe prindrit e mi si çdo familje shqiptare me pak mundësi ekonomike, por që ato kursime të cilat ato i kishin hequr anash plotësuan ëndrrën time dhe jam mirënjohës pafund që besuan tek mua dhe sot që flasim bashk, unë jam shtylla e shtëpisë ku atyre nuk i mungon më asgjë. Prandaj kam arritur të punoj fort për t'i plotësuar çdo mungesë ekonomike që ato kanë pasur. Çfarë të ka dhënë ty mbrapsht jeta, për të cilën i je mirënjohës Zotit? Po, ndihem shumë mirënjohës për familjen që kam një familje të shëndetshme, të bukur. Për emrin që kam sot dhe do të cilësoja veten si njëri me fat ku çdo gjë më ka ecur shumë mirë. Normalisht kam punuar fort, por që ndonjëherë ka edhe të tjerë që punojnë fort, por gjëja nuk ecën. Tek mua ka ndodhur e kundërta, më ka ecur çdo gjë sa klientët e mi thonë ti ke lindur me këmishë se nuk ka mundësi. Po në fakt si mendon për veten tënde, ke lindur me këmishë apo ke punuar për këmishën? Unë kam punuar për këmishën se nuk erdhi rastësisht kjo gjëja. Më trego pak sa orë punoj në ditë kur ishe 15 vjeç? Kam punuar gati 16-17 orë në ditë. Cilët ishin njerëzit e parë që të qëndruan afër, që punuan me ty? Mami dhe motra. Çfarë pozicionesh i dhe? Pjesë e biznesit tim. Motra ishte në rolin ndihmës parukjere, ndërsa mami në rolin e një ekonomiste të brendshme ose menaxhere e sallonit, do ta quaja. Si u shtuan ata klientët? Erdhën klientët e parë, pastaj bëje marketing ti atëherë 15 vjeç apo? Normalisht s'kishte marketing. Nuk shpërndaje fletushka nëpër gjimnazet e Elbasanit, jo, në universitet. Puna u shtua shoqe pas shoqe, Alketa. Atëherë ç'marketing bënit juve? Marketing ishte kur klientit merrshin një shërbim të mirë dhe kjo shkonte duke e pyetur shoqet ku i ke bërë flokët dhe ato duke i sugjeruar sallonin tim dhe për këtë gjë jam i lumtur. Fjalë pas fjale, domethënë word of mouth marketing. Yes. Dhe kështu shtua puna. Nga i salloni vogël që unë nisa në fillim, mora një ambient pak më të madh pasi klientela u shtua dhe ambienti aty nuk është se më favorizonte për të mbajtur gjithat e klientel, mora një ambient tjetër. Shtove stafin me siguri? Patjetër që shtova staf, derisa arrita të blej një sallon timin. Një sallon gjigant dhe për këtë jam shumë krenar dhe i lumtur që s'u dorëzova kurrë. Sa nuse ke arritur të bësh në një ditë, Maria? 25 nuse në ditë. Po si ja keni dalë? Vërtet është shumë, tani që dhe unë e mendoj. Mirë po, duke nisur punën shumë herët, kemi nisur që në 4 mëngjesit, nuse ndaheshin drek dark, kur
e kishin dasmën për drek, normalisht bëshin në mëngjes herët, pasi ishin nga qytetet të ndryshme. Ti Alketa mendon që kryeqyteti është Tirana, por kryeqyteti faktikisht është Elbasani, kryeqyteti nuseve do thoja. Ashtu vjen nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. 25 nuse në një ditë vijnë nga qytete të ndryshme, më mërmendja. Patjetër që po. Jam shumë i lumtur që nuset tona vijnë nga Korça, Pogradeci, Durrësi, Gramshi, Berati, gjithandej edhe për këtë jam shumë i lumtur që më vlerësojnë kaq shumë. Çmimet i ke të mira ti Mario? Çmimet patjetër që po, mundohem të bëj një paketë nuseve ku duke i përfshirë lyrjen e flokut, duke i përfshirë trajtimet paradasmës. Sa do shkonte një paketë nuseja tek ti? Marrim për 2 herë nuse është 900.000 lekë. Dhe këtu përfshihet çfarë? Këtu përfshihet lyrja e flokut, thonjtë e duarve me xhel, pastrimi i fytyrës, depilimi i krave, lyrja e flokut dhe stilimi kap, qërpik, extension. Për një ditë apo 2 ditë? Për 2 ditë. Për një ditë është 600.000 lekë. Kuptova. Bashkë me paketën e përfshirë. Jam munduar të bëj një paketë që sa më shumë ditë nuse të rezervojnë të marrë një çmim më të arsyeshëm. Në një moment të jetës tënde, atëherë kur të gjitha lulet po lulëzonin, biznesi po ecte mirë, fitimet e para po numëroje, kishe shtuar klientët, kishe gjetur dashurinë e jetës, ndodh që nëna shtylla e jetës tënde sëmuret. Diagnoza është tumor. E kujton atë ditë? E kujtoj atë ditë. Ajo ka qenë një nga ditët e mia më të vështira. Në atë moment Alketa unë jam thyer si njeri. Mundova të gjej forcën brenda vetës. Kur mora vesh atë lajm dhe ai lajm më kanë marrë në telefon ditën që unë do zbuloja gjinin e bebit pasi prisja një fëmijë të dytë. Kur kam shkuar të nesërmen në spital dhe kam marrë përgjigjen e mamit, më thanë që mamaja jote është me tumor. Aty nuk di si jam ndjerë, u thyva si njeri. Çfarë bën një djalë i fortë në atë moment kur përballet me fatkeqësinë? Është diagnoza që askush nuk do të dëgjojë për njerëzit që do, për më tepër për nënat që janë aq të dhimbsura. Si mobilizohet njeriu? Çfarë bëre ti? Çfarë i the vetes? Se ka një monolog me veten në atë moment që thua tani duhet mendoj për zgjidhjen, jo për problemin. E vërtet Alketa, unë mundova ta mbledh veten, kam shkuar në shtëpi, e mora mamin, u ulëm përballë njëri tjetrit dhe i thash duhet të jesh e fortë. Ajo ka mbështetur kokën mbi kraharorin tim. Ka qarë dhe i kam thënë që unë për ty do t'i shkruaj të gjitha, vetëm që ti t'jesh mirë. Të kthej shëndetin që ti kishe. Ajo është një grua e fortë dhe ja doli. Jam djeri dobishëm Alketa që dhe unë bëra diçka për nënën time, t'ja ktheja gjithçka që ajo kishte bërë për mua. Është shumë e rëndë aty koha ndali Alketa. Nuk isha më as për punë as për një gjë, por direkt i preva një bilet mamit dhe e kam nisur për jashtë, pasi nuk besoja që mami ishte me kancer. Bëri gjitha ekzaminimet dhe jashtë doli i njëjti rezultat. Dhe ishte e mira që ajo të ndiqesh këtu pasi na kishte neve afër, familjarët ku i qëndruan pranë dhe i dham forcë për ta kaluar këtë betejë. Kemi luftuar 1 vit e gjys bashkë të gjithë si familje dhe tani mami më të them që është shumë mirë, ja doli dhe unë për këtë jam shumë i lumtur. E ke parasysh Alketa kur jeta është e errët dhe bie automati, në atë gjendje jam djerë dhe unë. Si e gjeta të butonin që i solli dritat përsëri? E gjeta tek zemra ime, për të bërë i fort, për t'i kthyer dashurinë mamit që më ka dhënë gjatë gjithë jetës që më bëri djalin që jam sot. Po të mos ishte për mamin tim, mos do isha ky që jam sot. Mund të isha në një inxhinier, një shofer kamioni, por ndoqa ëndrrën time. Nëse do t'i bëj një telefon nënës tani, çfarë do t'i thoja? Do të thuaj që dua shumë. Po pse s'ja thua? Është forca ime, patjetër që mund t'ja them. Ti bëj një telefon mamit? Patjetër. Bëj një telefon me loudspeaker edhe thuaj, bëra podcastin thuaj edhe më ka kërkuar Alketa që të them 2 fjalë zemre publikisht. Do të shikoj unë tani ta marrësh patjetër, po. Do të shikoj unë tani se si kam shumë dëshirë. Nuk e di çfarë do t'i thuash mamit, po më pëlqen të dëgjoj një dialog në bir.
Hey, Tuta. Jam tu tek podcasti Alketa Visiut, sa mbarova. Dhe doja të thoja që të dua shumë. Je femra më fort në botë që kam njohur. Dhe fal teje, un jam ky që jam. Porque që mami ty kapi qik me dorë. Oj Tuta, mos thuj këto se po xhiroj një sekond. Të dua shumë, Nanushi. Nana është e detyruar ti ndihmoj fëmijët dhe ti japi rrugën që duan. Të dua shumë mamushi im. I e forca ime. I love you. Rafsh dhe mama. Rafsh, sukseset e ti. Sa mirë që mami është mirë, kjo ka rëndësi. Dëgjoj, flasim pak për profesionin tani, se kur flet njeriu për profesionin është në terrenin e tij, them unë, është në habitatin e vet. Gabimi më i madh që mund të bëjë një nuse kur zgjedh lukun e dasmës sipas përvojës tënde, cili do të ishte? Mendoj që referohen shumë tek një nuse tjetër, marrin një foto të shkarkuar dhe mendojnë të bëhem si kjo. Mirë po, tiparet janë të ndryshme, ndërkohë ne si profesionist duhet të përshtasim sipas tipareve. Modelin e flokut apo grimin. Modelin e flokut, grimit sipas ngjyrës së lëkurës. Kur një nuse ulet në ditën e saj të dasmës në poltronë e Marios, çfarë sheh si fillim? Si fillim shoh portretin e vajzës, e cila ka rezervuar tek ne, bëjmë një bisedë paraprake. Si ide çfarë ka, ku e shef dhe ajo veten, gjithashtu merr dhe sugjerimin tim si make-up artist me 20 vite eksperiencë. Pse është e rëndësishme Alketa ta shohim fustanin për arsye se e përshtasim më mirë lukun. Duke pas një fustan të mbyllur nusja, normalisht nuk na duan flok përpara, se i heq bukurinë dhe fustanit. Duke pas një fustan me dekolte të hapur, patjetër mund të lëm dallë të valëzuara që e pranon. E jep një shërbimi që gjatë evenimentit të shkoni me stafin tuaj dhe ti bëni modelin e dytë për shembull, mbasi ka kërcyer dhe flokët mund të jetë edhe pak e djersitur dhe kanë rënë si model, ju patjetër që po. Ndryshojnë vajzat fustan, ndryshojnë dhe model, besoj. Po, në periudha të caktuara e bëjmë si shërbim. Në sezonin e punës normalisht që jo, pasi është fluksi goxha i madh dhe nuk mundemi dot të dalim jashtë sallonit. Çfarë kërkojnë më shumë nuse tek ti? Klientela jote, pëlqen lukun natyral, uje sapun, glam, pompoz, apo vinë me një foto që kanë parë në Instagram dhe duan të jenë si ajo? Nuk janë të ndara me thik Alketa, janë dy kategori të ndryshme do i cilësoja. Ka vajza që duan diçka pompoze, një luk pompoz të bie në sy, ka vajza pastaj që duan diçka shumë të thjeshtë, të pastër, të jenë fine. 25 nuse në ditë, po të bëj një llogari? Të del shumë mirë dita e punës. Është në fakt industria e make-upit edhe e parukerisë një industri fitimprurse? Cili është sekreti? Patjetër që po, që është fitimprurse, krijon një portofol shumë të mirë nëse ti atë që e bën me pasion. Ka një çmim fizik ky profesion në sensin shpina, syt, duart, pagjumësia, mungesa në familje, sezoni i verës për shembull kur të tjerët pushojnë dhe ty të duhet të punosh, me çfarë çmimi e paguan ti lodhjen edhe suksesin dhe fitimet e mira financiare? Çdo sukses Alketa ka një çmim për të paguar. A ja vlen mendon? Që të dëmbi kaq shumë qafa, të dëmbi kaq shumë duart? Patjetër që ja vlen. Kur merr atë kënaqësi që shef që klientët e tuaj të falenderojnë pafund. Ke menduar ndonjëherë ta kisha ndruar më mirë fare këtë profesion kur je shumë i lodhur? Ka momente që jam deri i lodhur, mirë po asnjëherë nuk e kam menduar ta lë këtë profesion. Çfarë bën një make-up artist të veçantë sot kur të gjithë kanë të njëjtat instrumenta për të bërë sukses, kanë akses tek produktet më të mira, shikojnë të gjithë tutorials video, njohin dritat më të mira, filtrat dhe trendet e fundit botëror. Si bëhet diferenca në këtë industri të mbi populluar? Kemi shumë parukeri në Shqipëri. Farmaci, parukeri dhe dyqane buke ka më shumë se ç'duhet, por densitet banorësh për aq metra katror sa është norma, shumë të shpeshta, shumë gjitur. Mendoj që çdo njeri në gjën e vet është unik dhe duket dora e profesionistit dhe duket dora që do të imitoj diçka. Në tjetër gjë është ta shikosh fotografitë ta imitosh dhe tjetër gjë është të krijosh aty për aty ta improvizosh. Ka plot që mundohen të më imitojnë, por origjinali ngjelet origjinal.
Në ç'kuptim duan të t'imitojnë? Si e kupton ti tendencën për shembull që ka një koleg apo një konkurrent që të t'imitojnë? Qoftë tek stilimet e flokëve, qoftë tek make-upi do thoja, po më tepër tek stilimet e flokëve do cilësoja. Nëse një nuse të pyet pse duhet të zgjedh Marion për te çmimit dhe paketës që mund të jetë konkurruese, çfarë do t'i thojë ti? Mendoj që nuse duhet zgjedhin sallonin ton për disa arsye. Sepse unë bëj një paketë të plot. Ndryshe nga make-up artistë të tjerë që bëjnë vetëm make-upin dhe shkojnë tek stilisti i flokëve, ndërsa unë i përfshi të gjitha, duke bërë stilimin e flokëve, duke bërë make-upin, dhe ajo merr një paketë të plot nga ne, nga salloni jon. Flasim pak për dashurinë tani? E mban mend kur e pe për herë të parë bashortën tënde? Patjetër që e mbaj mend. E mbaj mend si sot, kur ajo ka kaluar pranë sallonit tim, po ikte për në shkollë. Unë kisha dalë jashtë sallonit tim për të marrë pak ajër, pasi isha shumë i lodhur nga puna, dhe shofte vajzën e vogël, e veshur me stil, e thjeshtë, e bukur. Prita sa të mbaroj shkollën dhe i dola përpara. Po ç'i the? Ju prezantova si fillim. Si i the, jam Mario Parukiri apo i thjesht Mario? Jo, jam Mario, tash kisha dëshirë të njiheshim bashk, sapo kalova më tërhoqe. E bëret ja të bisedën me veten që sapo kaloi përpara meje gruaja të stime në atë moment apo s'te erdhi ky film kështu? Se vjen ai në filmi. Atë moment që e pash teksa kalonte më dha një klik dhe një vit rjesht më është dashur të shkoj mbrapa, por në mendjen time e kisha të qartë që ajo ishte femra e ëndrave të mia. Sot i punoni bashkë në të njëjtin vend pune, në të njëjtin profesion. Ajo madje ka ndruar tërësisht rrugën e jetës së saj, tjetër gjë studioje, tjetër gjë zgjodhi praktikisht të bëjë jetë. Është bukur që dhe jetën dhe profesionin tin tash bashkë 24 orë në 24? Është shumë bukur Alketa. Neve punojmë bashkë prej 13 vitesh, 13-14 vitesh, dhe nëse do më pyesje kush është krau im i djathtë, do thoja patjetër bashortja ime Alketa. Cilin sektor mbulon? Grisela mbulon pjesën e make-upit, bën dhe flokët, por më shumë është tek make-upi dhe jam shumë i lumtur që klientët, nusët, artistët vinë zgjedhin Griselën për make-up. Grisela ka qenë piktore apo jo? Ka studiuar për pikturë? Grisela ka studiuar për pikturë. Vetëm se tani pikturon më shumë fytyra, se sa te lajo. E drejt, po. Arrini ta ndani dashurinë nga biznesi, domethënë kur mbyllet dera e sallonit, fillon jeta private apo vazhdon puna edhe në shtëpi? Në moment që mbyllet salloni, fillon jeta private, çdo gjë lihet në sallon. Nëse do ta falenderoje publikisht, çfarë do t'i thoja? Do t'i thoja faleminderit për gjithë suportin që më ke dhënë. Jam shumë i lumtur që Zoti më bekoi me një femër si ty. Keni 2 fëmijë apo jo? Kemi 2 fëmijë, kemi një familje shumë të bukur, të shëndetshme. Kur pushon ti Mario? Me nusën dhe fëmijët, me familjen, në cilën kohë? Se verën do ta kesh kulm sezoni. Mundohem të gjej një balans midis jetës private dhe asaj profesionale, ku çdo vit organizojmë pushimet tona për t'i dhënë kohën familjes, për të kaluar kohë me fëmijët e mi të dashur. Si je si babati? I duruar apo më shumë nusja merret? Bashortja merret më tepër, po dhe unë jam shumë i kujdesur ndaj fëmijëve. Vin ndonjëherë fëmijët aty tek puna kur prindrit janë të dy në mision apo? Patjetër që vin, ma bëjnë rrëmuj sallonin, sidomos dhe goca tani që është në atë fazën e vet që sa është ngritur. Në këmbë. Dhe shkon ke produktet e make-upit, i kap extension, i ul poshtë, më knaq fare, ma bën atë sallonin lëmsh. Thash dhe pak, ajo mendoj që do jetë pjesë e biznesit tim, se tregon shumë interes, ndryshe nga djali. Ti e ke kështu si të dizenjuar në yje që duhet ta kesh biznes familjar patjetër. Në fillim mami me motrat, tani nusja, ndoshta edhe vajza një ditë. Çdo biznes familjar mendoj që është më i suksesshëm. Mendon që ecën, ty të ka ecur, të ka funksionuar, por shumë njerëz kanë kontradikta, kanë konflikte, kanë halle të mëdha. Mua më ka funksionuar shkëlqyshëm kjo pjesë Alketa, pavarësisht se kam edhe staf goxha të gjerë. Shiko, kur dritat fiken dhe festa mbaron, çfarë mendon ti që e bën vërtet të bukur një njeri? E bën shpirti, zemra. Si e bën ti jetën të bukur përtej dëshirës që ke për të bërë sukses, për të punuar orar pa orar, në kulmin e vapës, je aty në drejtim të biznesit tënd, 16 orë në ditë, çohesh në 4 të mëngjesit, ndonjëherë mbyll në 2 të mëngjesit sallonin, siç e më the. Pastaj festa mbaron,
si pari ulet dhe ti shkon në shtëpinë tënde. Si e bën të bukur jetën ti? Mbas një perdeje tjetër që është perdja e shtëpisë. Gjej kënaqësinë ti përkushtohen familjes time pasi kam mbaruar punët e mia tek biznesi dhe shohim një film, argëtohemi me fëmijët duke lozur, ato me zor presin që unë të mbyll punën dhe të shkoj në shtëpi, erdhi babi. Të uroj shumë suksese. Edhe jam shumë e kënaqur që pata një djalë i cili 15 vjeç, atëherë kur njerëzit se kanë dashur të mirë orientimin, ti e di edhe ishe i qartë për rrugën tënde dhe ja dole. Ja dole duke filluar në mënyrë shumë modeste me një sallon të vogël, sot ke një sallon të madh, ka ëndra të mëdha, ka realizuar disa gjëra të rëndësishme në jetë, familjen, ndihmove nënën që të fitoj betejën me sëmundjen dhe je një djalë i mirë, një djalë me këmbë në tokë. Më vjen mirë që nuk je nga zemra e kryeqytetit e Tiranës, sepse Tirana jep më shumë shanse shumë të rinjve dhe më vjen shumë mirë që e quajtë Elbasani kryeqytetin e këtij profesioni që ti e bën me aq pasion. Të lumt. Shumë faleminderit Alketa, ishte kënaqësi për mua të jem në podcastin tënd. Është shumë lumturi për mua të jap dorën gjithë atyre që kanë nevojë të jenë të ndihmuar dhe të dëgjuar. E bëj me shumë zemërgjërsi dhe me shumë dëshirë këtë. Suksese Mario. Shumë faleminderit Alketa.